E qartë, LSE është ashtu siç ju dhe e thatë, është i njohur për lidershipin e tij në fushat e politikës, ekonomisë dhe shkencave sociale. Si e shihni këtë partneritet duke i kontribuar në mjedisin akademik për sa i përket Universitetit Luarasi? So 2025 is a milestone year for the LSE. We turn 130 years old. Viti 2025 është një vit historik për LSE-n, pasi festojmë 130 vjetorin e themelimit ton, që nga fillimet tona themeluesit tanë patën një vizion të qartë të krijonin një shkollë që do të kuptonte shkaqjet e ngjarjeve. Kjo moto rerum conoscere causas është thelbi i filozofisë sonë akademike. Ne në LSE shohim veten si shtëpinë e shkencave shoqërore. Këto janë fusha që studiojnë vendimarrjen dhe sjelljen njerëzore, ekonominë, politikën, menaxhimin, financën dhe shkencën e të dhënave. Pikërisht, këto fusha po ofrohen edhe këtu në Universitetin Luarasi në drejtimin ton akademik. Rreth 200 akademik të LSE-s janë të përfshirë drejt për drejt në hartimin, zhvillimin dhe përshtatjen e lëndëve individuale të këtyre programeve, përfshirë edhe mua personalisht. Kjo nënkupton që studentët në Tiranë do të mësojnë nga një kurrikul identike me atë që mësohet në kampusin e LSE-s në Londër, pra nëpërmjet këtij bashkëpunimi ne sjellim në zemër të Tiranës një kurrikul që reflekton standardet më të larta të një prej institucioneve më prestigjioze në botë. Mendoj se ky është një hap shumë i rëndësishëm për zhvillimin akademik të Universitetit Luarasi dhe për krijimin e një gjenerate të re profesionistësh me vizion global. Study locally, think globally. Students can pursue their LSE directed studies here in Albania.